Pas 3 kërkesave të refuzuara, gjykata speciale në Hagë ka miratuar më në fund kërkesën e ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për të ardhur në Kosovë dhe për të vizituar baban e tij, i cili ndodhet në gjendje të rënduar shëndetësore. Kjo vizitë është realizuar në klinikën interne të qendrës klinike universitare të Kosovës, ku Thaçi është shoqëruar nga forca të shumta sigurie. Në 14 shkurt 2025, Hashim Thaçi bëri kërkesën e tij të katërt për gjykata speciale për t'u lejuar që të vizitonte baban e tij, i cili ndodhet në gjendje shëndetësore të rënduar. Në kërkesën e paraqitur, ai shprehu gatishmërinë për të respektuar të gjitha procedurat dhe kushtet që do të vendosë gjykata. Në dokumentin e gjykatës speciale thuhet se Thaçi e ka argumentuar kërkesën e tij, duke theksuar se gjendja e babait të tij është përkeqësuar ndjeshëm. Ai ka përmendur diagnozën dhe vlerësimin e mjekëve për përkeqësimin e gjendjes shëndetësore të babait të tij. Megjithatë, një pjesë e madhe e dokumentit është redaktuar dhe nuk janë bërë pyetje detajet e plota të gjendjes shëndetësore. Para këtij vendimi, gjykata speciale kishte refuzuar 3 herë kërkesat e Hashim Thaçit për të vizituar baban e tij. Në refuzimet të mëparshme, trupi gjykues vlerësonte se gjendja e babait të tij nuk ishte aq e rëndë sa për të justifikuar një vizitë të tillë. Megjithatë, pas kërkesës së fundit dhe prezantimit të argumenteve të reja mbi përkeqësimin e gjendjes, gjykata vendosi ta miratojë këtë kërkesë. Gjykata speciale lejoi vizitën e Thaçit me kushte të rrepta sigurie. Ai u shoqërua nga forca të shumta sigurie dhe u mbajt nën mbikëqyrje të vazhdueshme gjatë kohës. Thaçi ishte zotuar që do të respektonte të gjitha masat e vendosura nga gjykata dhe që do të nënshtrohej të njëjtit kushte si në rastet të mëparshme kur ishte lejuar një lirim i përkohshëm. Në vendimin e specialës theksohet se ai ka pranuar të jetë në mbikëqyrje të plotë gjatë vizitës dhe se e marrë të gjitha masat për të siguruar që ai mos të ketë kontakte të pakontrolluara gjatë kohës që do të qëndronte në Kosovë. Mediat kanë mësuar se Hashim Thaçi tashmë ka realizuar vizitën tek babai i tij në klinikën interne të SHQ-s. Pamje të shumta nga vendi i ngjarjes tregojnë prezencën e forcave të sigurisë, të cilat kanë siguruar që çdo procedurë të kryhej në përputhje me vendimin e gjykatës speciale. Vizita e Thaçit ka tërhequr vëmendje të plotë publike dhe mediatike, duke shkaktuar reagime të ndryshme në opinionin publik dhe në skenën politike të Kosovës. Familjarët e ish-presidentit nuk kanë dhënë shumë detaje për gjendjen shëndetësore të babait të tij, por kanë shprehur mirënjohjen për mundësinë që Thaçi ta vizitonte atë në momente të vështira. Pas përfundimit të vizitës, Hashim Thaçi pritet të rikthehet në paraburgimin e gjykatës speciale në Hagë, aty ku po përballet me procesin gjyqësor për akuzat e ngritura ndaj tij. Ky zhvillim vjen në një moment kyç për të dhe për mbrojtjen e tij, derisa gjyqi vazhdon në Hagë. Pavarësisht polemikave dhe debatit të madh publik mbi këtë çështje, vendimi i gjykatës speciale për të lejuar vizitën e Thaçit shihet si një hap i rëndësishëm për të respektuar të drejtat humanitare të akuzuarve, veçanërisht në raste të ndjeshme familjare.